Mbi 30 ndërprerje hyrje e dalje janë në të dy anët të segmentit rrugor prej 5 kilometrash në përditës. Fillimi i aksit Shkodër-Velipoj, ndërsa në disa raste janë regjistruar dhe dëmtime të barierave metalike si pasojë e përplasjeve të automjeteve. Kjo është situatë që prej vitesh rrit ndjeshëm rrezikun e aksidenteve në këtë segment. Në shumë pikë ndërprerja barierave metalike përballen me njëra tjetrën nga njëra anë rrugës në tjetrën. Në këtë qarkullojnë automjete këmbësor, mjete buqësore, madje dhe mjete me kafshë, duke lëvizur të pasigurt. Fermerët e zonës të cilet ky segment ka ndër tokat përgjysmë detyrohen çdo ditë të ndërpresin rrugën për të kaluar në parcelat e tyre në anën tjetër, dhe pse janë vendosur disa tabela orientuese, shpesh ato nuk respektohen nga drejtuesit e mjeteve. Kjo histori nisi rreth 8 vite më parë gjatë ndërtimit të këtij segmenti, kur kërkuan ngritja një rrugë alternative, por kërkesa e banorëve të Bërdicës nuk u mor parasysh dhe prej asaj kohe rreziku ka mbetur i pranishëm, ku nuk ka munguar dhe një aksident tragjik. Rruga Shkodër-Velipoj, një ndër më të rëndësishme të rrjetit rrugor të Veriut, kalon përmes shumë fshatrave të banuar dhe duhet të ishte ndër më të sigurtat. Në vetëm 5 kilometrat e parë pranë Bërdicës, numri i ndërprerjeve të barrierave dhe hyrjedaleve mbetet shqetësues. Në këto kushte, autoriteti rrugor i Veriut me qendër në Shkodër ka detyrim të ndërhyjë për të garantuar sigurinë rrugore, pa pritur të kalojnë në 8 vite të tjera në të njëjtën gjendje.